Dhe për sa kohë ajo tokë është një tokë e blerë nga investitorët, ajo është tokë e investitorëve. Për ligjërisht për shtetin. Tani, pjesa tjetër që ka të bëj me a është e pronarit, a s'është e pronarit, në këtë rast, se aty janë disa shitje, apo jo, nuk është vetëm një. Në këtë rast, për një subjekt nga disa që kanë bërë shitjen e pronës, ka rezultuar që ka një hetim për subjektin prej disa kohësh, se disa, 1 vit, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, nuk e di. Dhe për këtë arsye është bllokuar fondi që kanë paguar investitorët. Por ama transakcioni ka ndodhur. Pra investitorët janë pronarë sot. Fondi është bllokuar. Që do të thotë në këtë rast, fakti që ka pasur një hetim mund të jetë jashtëzakonisht pozitiv për çdo qoftë që mund ta fitoj me gjykat pronën. Nëse sepse hetimi nuk bëhet se këtu u bë një çamur e madhe, çorp. Hetimi nuk zhvillohet për kompaninë, hetimi nuk zhvillohet për investimin, hetimi nuk zhvillohet për projektin, hetimi nuk zhvillohet për zhvillimin atje.